Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka theksuar rëndësinë e angazhimit dhe vlerën e shtuar për Evropën të anëtarësimit të Kosovës dhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Këtë ai e ka thënë gjatë pjesëmarrjes në darkën e shtruar nga qarku diplomatik i Parisit, ku të mërkurën i ka nisur punimet forumi i paqes. Zyra e kryeministrit ka njoftuar se gjatë darkës Kurti ka theksuar se vetëm një Evropë që synon zgjerimin nga jashtë mund të reformohet për brenda. Antarësimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është në vetë interesin ekonomik dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të tij. Në këtë drejtim, ai shtoi se u përket atyre që besojnë se zgjerimi i jashtëm i Bashkimit Evropian dhe reformat e brendshme të tij shkojnë krah për krah. Vetëm një Evropë që dëshiron të reformohet nga brenda mund të zgjerohet nga jashtë, dhe vetëm një Evropë që dëshiron të zgjerohet nga jashtë mund të reformohet suksesshëm nga brenda. Zgjerimi i jashtëm dhe reformat e brendshme janë njëkohësisht mundësi dhe kushte të njëra tjetrës. Kryeministri në detyrë ka udhëtuar në Paris të martën me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Para nisjes së forumit të paqes, ai krahas darkës ka marrë pjesë edhe në një diskutim të organizuar nga Instituti Francez Jacques Delors. Tema kryesore e diskutimit në këtë takim, sipas zyrës së kryeministrit, ka qenë situata gjeopolitike në Evropë, ndikimi i Ballkanit Perëndimor, si dhe çështjet që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë ato të pakicave dhe zhvillimet e fundit në rajon. E në kuadër të punimeve të forumit të paqes në Paris, që këtë vit të shënon edicionin e 8 të tij, Kurti të njëjtën do të ketë diskutime temën paqëruajtja në udhkryq, e ardhmja e misioneve të OKB-s dhe përgjegjësia globale, koalicionet e reja për paqe.